Kryeministri Edi Rama shfrytzoi një takim me studentë pedagog në qytetin e Vlorës për të premtuar se në vitin 2030 paga minimale do të jetë 650 euro. Lideri i mazhorancës shpjegoi me shifra punën e qeverisë socialiste në 12 vitet e fundit, duke theksuar diferencën mes vitit 2013 kur PS mori drejtimin e vendit dhe sot. Jemi në 400 euro dhe praktikisht me 400 eurot jemi në vendin e tretë në rajon dhe në janarin e vitit ardhshëm do të shkojmë në 500 euro pagën minimale dhe projekcioni ynë për Shqipërinë 2030 është që të mos ketë pagë minimale në 650 euro. Kryeministri Rama nga Vlora premtoi ndryshime edhe në sektorin e shëndetësisë. Në këtë 5 vjeçar deri në mbyllje të kësaj dekade të japim vendit një mundësi të re përsa i përket nivelit të shërbimit shëndetësor, duke zgjeruar kapacitetet tona për të bërë shërbime shëndetësore ekstra. Do me thënë, nga ato shërbime që nuk bëhen jo thjesht në Shqipëri, por edhe në vende të tjera. Në Vlorë qeveria firmon si marrëveshjen mes kompanisë ushtarake shtetërore së Shqipërisë, Kajo, dhe një kompani izraelite për themelimin e Akademisë së Aviacionit. Unë jam shumë besimplot që kjo marrëveshje e nënshkruar sot, e cila është vetëm, siç thash, një nga gurët e një mozaiku shumë kompleks, do të na jap në 4-5 vitet e ardhshme mundësinë të jemi shumë krenar që ishim këtu sot. Dhe jam i bindur që të gjithë ushtarakët e rinj që i shikoj aty në sfond do ta kujtojnë këtë ditë si ditën kur nisi një epokë e re për forcat ajrore të Republikës Shqipërisë. Gjatë këtij takimi u njoftua se në datën 8 maj në aeroportin e Vlorës do të kryhet testi i parë i uljes së avionit në pistën e gjatë prej 3.8 kilometrash.